Kreu I Partisë së Lirisë Ilir Meta ka reaguar pas paraqitjes nga SPAK të listës së dëshmitarëve që do thirren në procesin gjyqësor ndaj tij, duke paralajmëruar se edhe mbrojtja do të kërkojë një numër të konsiderueshëm personash për të dëshmuar në gjykatë. Përmes një reagimi publik, Meta deklaroi se është I gatshëm të përballet me akuzat dhe se procesi gjyqësor do të shërbejë për të zbardhur sipas tij çështje që nuk janë hetuar siç duhet gjatë viteve të fundit. Edhe ne do të kërkojmë rreth 100 dëshmitarë të tjerë, nga të cilët rreth 40 shtetas të huaj, kryesisht qytetarë, diplomatë dhe amerikan, përfshirë të gjithë përfaqësuesit e kompanive lobuese që kanë bërë kontrata me LSI-n. Ftesë të veçantë do të ketë për të gjithë aksionerët dhe drejtorët e Dias të Washingtonit si dhe drejtues të McKeown Group, përfshirë edhe avokatin greko-amerikan Fidetzis. Për shkak të pamundësisë Charles McGonigal për të paraqitur personalisht në gjykatë, I cili po bën burg në SBA për Edi Ramën dhe po vuan për dënimin katastrofik që u bëri marrëdhënieve shqiptaro-amerikane, do t'i drejtojmë edhe atij përmes gjykatës një sër pyetjesh përmes letër porosive. Kreu I Partisë së Lirisë deklaroi gjithashtu se do të kërkohet marrja në pyetje përmes procedurave të bashkëpunimit juridik ndërkombëtar dhe ish zyrtari të FBI-s Charles McGonigal, I cili aktualisht ndodhet në burg. Reagimi I Metës vjen pasi SPAK paraqiti në seancën e fundit pretendime të lidhur me çështjen e lobimit të LSI-s në SBA dhe kërkoi dëgjimin me 10 dëshmitarëve në funksion të procesit. Ilir Meta ndodhet në paraburgim që prej tetorit të vitit 2024 pas arrestimit me urdhër të prokurorisë së posaçme. Ai po përballet me akuza për korrupsion dhe pastrim parash, ndërsa çështja vijon të shqyrtohet nga gjykata e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Procesi pritet të hyjë në një fazë të rëndësishme ku palët do të paraqesin provat dhe dëshmitarët e tyre përpara gjykatës.